Përshëndetje shqiptar dhe shqiptare, përshëndetje shpend. Përshëndetje i dashur. Sot kemi një arsye akoma më shumë për me fol me njëri tjetrin, sepse këtu në Shqipëri është vendosur zjarri, ikën apo nuk ikën dot Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka shumë spekulime, siç e keni parë dhe juve në Parlamentin e Shqipërisë. Nuk e di e ke parë apo jo në Parlamentin e Shqipërisë, por ka ndodhur një thagëm, mund ta quajmë thagmë, ku të gjithë luajnë me kartën e pro-amerikanizmit, po në thelb të gjithë janë anti-amerikan në vlera. Sepse të jesh amerikan ose pro-amerikan, ti duhet të jesh të pakën i bazuar në sistemin check and balance, pra pushtetet janë të ndara nga njëri tjetri. Në Shqipëri pushtetet ishin mbledhur për 35 vjet, mos flasim për kohën e qoflargut, po për 35 vjet miku im, është përmbledhur apo është mbledhur në grushtin e një personi të vetëm. Qof ky Fatosnano, qof ky Sali Berisha, qof ky apo dhe Edi Rama. Tani problemi është, meqense juve jeni në Amerikë, doja t'ju thoja çfarë informacionesh keni juve, doja të pyesja çfarë informacionesh ke ti, a mundet dot të vi Edi Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pra, çfarë thuhet në mediat lokale atje, në komunitetin shqiptar, apo edhe nga njerëz të cilët janë kongresmen, të cilët flasin për ardhjen e liderave apo X-it Y-it. Shiko, e para më pëlqeu hyrja që bëre, është e bëre emisionin të hyrja ti. Ajo pjesa e vlerave amerikane është ajo që përmbledh gjithë temën, edhe ishte perfekte. Tani për sa i përket informacioneve lokale, unë dua ta nis njerë me ata shqiptarët atje që të them që ore, me që se shoh janë ngritur më shumë shqiptarë që thonë o Amerikë arresto Ramën, se sa që ngrihesh një shqiptar kundër Ramës, kur ishte puna e votave. Më duket pak ironike kjo. Janë më shumë shqiptarë cilët duan që ta bëj punën dikush tjetër se sa të ishin shqiptarë që u çuan për ta bërë punën vet. Këtë nuk e marr vesh. Nuk do merrem me këtë, po ja vlen ta them se në fund ditës Ramën nuk e ka prodhuar Amerika që ta hiqi Amerika. Ramën e kemi prodhuar vet. Amerika po ta hiqi, ne prapë do ta prodhojmë Ramën. Kështu që është një fazë që nuk duhet bërë skip. Duhet ta heqim vetë Ramën. Është si fëmia që mëson të shkruaj dhe ti thua, hajde Zysha, t'ja shkruaj Zysha. Zysha mund t'ja shkruaj fjalin, po halli është të shkruaj vetë ai fëmia. Kështu që na i heq apo nuk na i heq Amerika Ramën, prapë me një Ram do jemi, po me një emër tjetër, ose me një emër të njëjtë, varet, mund të rastisi një Edi tjetër. Por, për sa i përket ardhjes së Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto nisën duhet ta nisim pak bisedën nga ajo ftesa tek bordi i paqes Trumpit për Gazën, ku dëgjuam justifikimin e Ramës që është shumë i dyshimt, që tha që unë nuk shkova tek bordi i paqes për arsye se prita vajzën e babait, thaj, vajzën e Trumpit, që është një justifikim i tmerrshëm, se radhë parë tekstualisht ka thënë midis babait dhe vajzës, zgjodha vajzën me bekimin e babait. Me bekimin e babait. Jemi kështu. Fiks. Se ktheu si ndasëm, sikur i kishe kërkuar dorën Ivankës. Dhe është një gjë që nxjerr edhe Trumpin keq. Se e nxjerr Trumpin sikur pikërisht, pra bravo. Bravo vlla, kjo është ideja. Domethënë ky dashur ose pa dashur ka inkriminuar dhe presidentin Trump sikur është pjesë e pazareve politike të këtij. Absolutisht. Domethënë e ka kthyer Trumpin në mediokër, sikur Trumpi është i zaptues tokash që vjen edhe çon familjarët e vet për të bler toka. Dhe kjo hipokrizi që ne dëgjojmë ka nisur që me ftesën. Pra më ka dërguar Trumpi personalisht mua një ftesë. Sikur Trumpi nuk bënte dot pa Edi Ramën dhe i ka thënë Ramës të lutem hajde, pra nisi që me këtë propagandë. Pastaj lëshoi ai këta të vetët, këta ministrat që filluan duke ja shtyr propagandën dhe tani kemi që Trumpi i ka thënë më prit vajzën ti dhe bëj ndonjë pazar, mos hajde te bordi i paqes Gazës, se bordi i paqes botërisht për Gazën është diçka më e vogël se sa punët që mund të bëjë Rama në Shqipëri. Pra është një hipokrizi, unë nuk e kuptoj. Çfarë ka gjetur Ramën? Ka rënë shumë ajo stili propagandës, unë s'e kuptoj. Ka qenë pak më mirë propaganda Ramës o vlla. Ka filluar të bjerë, të bëhet cop. Tani për ardhjen e Ramës në Amerikë. E ke vrarë mendjen pse? Pse ka rënë propaganda Ramës? Po nuk e di. A do që të ndihmoj? Më ndihmo. Ti ke dëgjuar besoj për Endri Fugën. Kam dëgjuar, po dua të ma qartësosh. Po Endri Fuga ka qenë truri i PR-it të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Po kaq. I cili në 2023-shën apo në 2024-ën është shkëputur në
në vigjilje të luftës midis dy rrënjëve sorosiane në Partinë Socialiste, Erion Veliajt dhe Edi Ramës. Ky punonte për të dy. Kur të dy krerët e tij u përplasën me njëri tjetrin, sepse pretendohet që është Erion Veliaj që e ka plasur në opinionin publik skandalin Charles McGonigal për dëmtuar Ramën. Dhe sot është në burg me bekimin e Ramës. Endri Fuga ka ikur në Jakarta. Neve kemi bë me avokatin, nëse e ke parë, Endri Fuga ka shkuar në Jakarta sepse po ruan lekët e këtyra. Pra Endri Fuga është larguar nga PR-i. Pa PR-in e Endri Fugës, Edi Rama është njeriu mediokër që ti e citove. Pra sa poshtë ka rënë propaganda e Ramës sepse nuk di se çfarë po thot më. Është duke i bërë autogola, por ka vetëm një përfitim. Ka një opozitë të degeneruar para, një opozitë e cila nuk ke ku ta kapësh, janë disa humbamen 12 vjeçar të cilët luftojnë vetëm për ato tokat e veta, karrigën e vet. Që të marrin karrigën dhe të marrin ato përfitimet që cil deputetliku. Kaq. Pra dije, po të ishin çuna si puna ime, si puna jote në parlament, Ramën e kishin shpëntuar. Por ishte flamur nokat e gaz bardhi që vetëm lehnin. Ke parasysh fliste Rama dhe këta lehnin. E gjove se si bërtisnin. A shkon doti dhe ai thoshte Rama Duro, mos më thoni më Rama Duro, sepse sa herë që më thoni Rama Duro, unë them Rama Duro dhe pak se me kë ke të bësh. I degeneronte, a kupton? I shpërfillte. Çojte Edi Paloga për të shkuar në banjo për të bërë qiqin, edhe i thot ik se ke pirë shumë ti. Pra është tallur me ta. Do më thënë me fjalë të tjera, ne pristim që ajo PS-ja e aftë dhe PD-ja të bëhesh e aftë, ti thua që pas ka rënë PS-ja në nivelin e opozitës edhe janë bërë të dyja cop tani. Do të thënë. Po. Ky është realiteti i hidhur. Po, ky është realiteti i hidhur. Shiko, duhet pra edhe për punën pak te Sazani, isha dje tek një portal, një media në Shqipëri 5 pyetjet ku po flisja me atë gazetarin dhe ai më pyeti çfarë mendimi ke, pra është mirë apo keq kjo që po ndodh në Sazan. Dhe unë thash diçka që s'para se po shoh shumë njerëz që po mbrojnë tezat e tyre. Besoj se nuk është momenti për të mbrojtur tezat. Secili ka tezat e veta, qëndrimet e veta jam dakord, në rregull, por ideja duhet të qëndroj pak tek balancimi i pushteteve. Pra ka ndodhur diçka e cila ka bërë buj. Dakord? Ka bërë buj, po. Kemi pjesë të popullit që janë dakord dhe pjesë të popullit që nuk janë dakord, pjesë që janë pjesërisht, pra kemi një angazhim popullor për sa i përket fjalëve. Që thotë që nëse ne do të kishim një ligj për referendumet, kjo çështje do ishte perfekte për të çuar në një referendum, çështja e Sazanit. Por ne nuk e kemi. Dhe ne duhet merremi me sa vendimarrje ka populli për këtë gjë. Se unë nuk jam askush të flas për një pjesë toke të Shqipërisë se çfarë do të bëhet. Nuk jam unë askush flas. Mund të jap mendimin tim, po nuk jam unë askush ta vendos. Po ashtu nuk është as Edi Rama se është kryeministër. Pra pushteti i një kryeministri është një pushtet ekzekutiv, në këtë rast ajo është diçka që duhet ta vendosi populli. Pavarësisht mirë apo keq. A mund vendosi populli keq? Mund vendosi, por si të më vish te shtëpia ime dhe të më thuash këtë murin bëhe ngjyrë jeshile. Unë them jo valla, e dua të verdh. Ti mund të kesh të drejtë se jeshile mund të jetë më i bukur për shtëpia ime. E njëjta është pak a shumë është e njëjta gjë, është Shqipëria e shqiptarëve. Dhe gabimet që bëjnë shqiptarët i mbajnë me shpatullat e tyre, nuk i mbajnë me shpatullat e Ramës. Ndaj këto janë çështje që duhet kaluar në duart e popullit dhe duhet stopoj propaganda që nxitet sepse janë të dyja krahët, pro dhe kundër, duke bërë propagandën e tyre, duke bërë të rrëmujshme gjën dhe në fund ditës Rama do të bëj çfarë do të bëj, nuk ose po e pengon njëri Ramën me pro dhe kundër. Teza që duhet dalë dhe duhet mbrohet, dhe që unë mbroj, është sa vendimarrje ka populli. Dhe kur të pyetet populli, kur të bëhet një referendum apo çfarë do lloj mënyre tjetër, nuk ka rëndësi, e cila merret në konsiderat vendimi i popullit, pastaj unë dal edhe mbaj mendimin tim si qytetar i Republikës së Shqipërisë, jap atë analizën time. Po kur ta kemi zërin. Neve s'na i kanë dhënë zërin. Unë s'e kuptoj këtë gjë. Dhe unë thash dje diçka që këto tezat e këtij zotëris, këto jo BE-ja, jo gjithë budallëqet që ka ky, janë krejtësisht anti-amerikane. Dhe unë kam besimin se ai do të goditet herët avon nga Amerika, sepse e kemi thënë dhe më parë në bashkëpunimin tonë. Ai po shpopullon një popull pro-amerikan. Tani lëvizja më shpopulluese që mund të ndodhi në Shqipërisë. Më sakt. Po. Më sakt vllai ka kthyer një popull më pro-amerikan të Europës e ka kthyer në dyshim anti-amerikan. Më keq akoma. Duke filluar nga unë i pari,
duke filluar nga unë i pari në administratën Biden me Yuri Kim, me Donald Lund, me Arvizun, 3 kukulla buratin që janë sjellë si guvernator dhe janë pasuruar këtu në shtetin ton, mua më ra besimin te Amerika vlla. Ta them shumë sinqerisht, po ta them me pastërti të shpirtit, nuk po të bëj propagandë për emisionin. Pra unë kam menduar që Amerika është thjesht i bastarde, një imperium i cili nuk ka asnjë lloj interesi për demokracinë dhe për prosperitetin, përpos se të ketë disa zona influence. Por pastaj nuk më dilte logjika. Neve zonë influence na ka, sepse bazat ushtarake më të madhe në Ballkan ka këtu, në Kuçov. Po. Korridorin e 8 e kontrollon Amerika, pra gjeostrategjikisht neve na ka Amerika. Pse Amerika duhet sillet me këtë popull ashtu siç po sillet? Dhe unë kuptova që Edi Rama, bashkë me gjithë buratinën që vinin këtu nga trupa diplomatik amerikan, ishin të gjithë të tredhur, shiteshin për 5 aspra. Domethënë, guvernatorja Yuri Kim, kur ka ardhur këtu, kinezja e amerikanizuar, e cila u pushua dhe nga puna dhe punon për General Motors tashi, që është totalisht hebre, e tregoi domethënë agjendën e vet. Ç'a agjende ishte? Erdhi këtu si gjyshja jon dhe doli si Monica Bellucci. Bëni operacione plastike, u bë seksi. I flitën dhe për skandalet e veta seksuale, me gazetare e me gjitha, sepse dyshoi se ishte lesbike. Pra, çfarë ka lënë Yuri Kim për 4 vjet këtu, ishte skandali seksual edhe mënyra se si u bëvlla. U transformua nga një shëmtir që ishte, u transferuan Monica Bellucci. As edhe një lloj gjë tjetër nuk ka bërë për Amerikën. Apo dhe ka financuar shoqatat LGBT. Pra, kjo ishte Amerika të financosh shoqatat LGBT, të flasin për transgenderizimin e miut, të flasin për transgenderizimin e macës. Kjo ishte ajo që la Amerika. Njerëzit duhet të kuptojnë vetëm diçka që Amerika Trumpit është kthyer në binar. Trumpi mund mos jetë presidenti më i pëlqyer në retorikën e vet sepse është arrogant edhe bla bla bla. Po Trumpi ka sjell një filozofi, Make America Great Again, që do të thot Make Albania Great Again, që do të thot Make Spain Great Again, Make Germany Great Again, pra është maga, është filozofi konservatore, secili të merret me shpinën e vet. Absolutisht. Dhe neve jemi disa njerëz që nuk merremi me shpinë tonë vlla. Ne nuk dim ta bëjmë Shqipërinë. Ne dim vetëm të shesim propagandë boshe, propagandë idiote. Më kupton shpendin? Pra, është një gjë këtu Ted që këtu është prishur dhe imazhi i Amerikës. Nëse ka pas një imazh të pakontestueshëm, ka qenë imazhi amerikan. E vërtet. Që këta vinë na suportojnë që të ndërtojmë institucionet gjitha. Me atë çka ka bërë Amerika e Bidenit edhe e Obamës, duke sjell lloj-lloj vulhumburish, lloj-lloj Mr. Nobodysh, lloj-lloj njerëzish që kanë ardhur dhe kanë fituar para pafund këtu. E ka ulur, e ka zvetnuar komplet besimin dhe kredibilitetin e Amerikës. Dhe këtë po ta thot një njeri i cili është pro-amerikan, jo pro-amerikan servil, po pro-perëndimor. Se unë kam lindur në 93-shin o vlla, nuk kam lindur në komunizëm që të kem folur për Rusin, për Bashkimin Sovjetik apo për Kinën. Jo, jemi rritur me kulturë amerikane. Na vinin përfaqësues të Shtetet Bashkuara të administratës Biden dhe na thoni keni kryeministrin më të mirë, na thoni fjalë të tilla, të ngeleshim të zgënjur. Që s'duhet ta thon. S'duhet ta thon. Që s'duhet ta thon vlla, ti je mbi palët. Ti nuk ke drejt fare të flasësh çka kryeministri ka mund, ti s'ndërhyn dot në zgjedhje. Ose dhe sulmet e ambasadorëve për opozitin. Po, do hani bar. Pra, mund të flasi dot një ambasador dhe unë atko dilja nëpër media të tjera dhe i thosha, ore, ka mundësi në Danimark të shkoj ambasadori amerikan dhe thoj, shiko, opozita do haj bar, përjashtoj direkt vlla. Po në Francë, po në Angli, vetëm këtu. Sepse këtu Amerikën e shitën si zgjidhjet problemeve, ndërkohë që Amerika nuk është zgjidhje e problemeve. Amerika është garanci për një paket që ti mund të përmirësohesh. Ajo të jep garanci që kjo paketa që po të formulojnë ata përmirëson demokracinë brenda shtetit tënd. Po nuk të bën ty shtet më demokratik nëse ti nuk ke vullnet. A kupton shpenin? Absolutisht. Absolutisht, dhe kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë. Ne duhet të kemi, unë jam dakord që ka kaq shumë po përdoren kaq shumë burime dhe kaq shumë sy të drejtuar nga Amerika. Pak më shumë sy të drejtuar nga vetja. Pak më shumë sy të drejtuar nga vetja se Amerika në fund ditës nuk i intereson se ç'a mendojmë ne për të bërë ajo, do luftojë për interesat e saj dhe bravo i qoftë që luftojmë për interesat e saj, siç dhe ne do luftojmë për interesat tonë që nuk luftojmë.
Pra shkaq e thjeshtë. Pikërisht. Dhe Amerika çka ka për të bërë do ta bëjë me ose pa ne. Por ajo që ne mund të bëjmë është të ndryshojmë veten tonë. Mund ta bëjmë, mund mos ta bëjmë, po mund ta bëjmë. Ndërsa të ndryshojmë Amerikën nuk mund ta bëjmë. Amerika ka linjën e saj, janë rryma shumë të bashkë sa Shqipëria. Ne mund t'i analizojmë nga mjes deri në darkë, mund të jemi shumë të saktë, po nuk mund t'i ndryshojmë dot. Dhe ajo që po thoya, ajo që doja ta mbyllja tek shpopullimi, ishte kjo që se po e kthen popullin anti-amerikan nga ato që kemi parë është ajo, po dua të flas pak për shpopullimin e një populli pro-amerikan, se dua të dal pak te ky qëllimi që ka Partia Socialiste, pra qëllimi kryesor që ka Partia Socialiste, këtë dua të them. Qëllimi jo Partia Socialiste, Edi Rama. Partia Socialiste është e marr peng. Po. Nuk do ta them kështu. Po. Qëllimi kryesor i mandatit të Edi Ramës është një qëllim pro-amerikan. Pse njerëz të dashur? Ja ju a them pse shkurt fare. Qëllimi kryesor i Ramës sot me shoj, me PR-in që po bëhet, me promovimet, me reklamat, qoftë në fushat, qoftë me premtimet, qoftë me daljet, është BE-ja. Sot jemi bër, po ty është e faqja e Partisë Socialiste, ke Shqipëria në BE 2030. Ajo është fondi. Dakor. Tani, në momentin e parë që Shqipëria do antarësohet në mënyrë artificiale, padyshim, në Bashkimin Evropian, do të pësojë një shpopullim masiv. Dhe do të largohet ky popull. Gjë jo e re kjo, e kemi thënë. Dhe mbasi ky popull do largohen, do vinë popull neutral, jo popull pro-amerikan. Dhe kur vinë popull neutral, do rihapet ajo gara. E para do ketë një diktator, që është gjë jo pro-amerikane, dhe dyta do të vinë popull neutral dhe hyn në lojë pastaj qenë të ndryshëm, jo vetëm qenë nga Amerika, hyn qenë nga Rusia dhe nga Kina për të kapur pjesën e tyre. E destabilizon atë balancë që Amerika kishte ndërtuar. Që Amerika e kishte, jo e kishte ndërtuar. Amerika nuk e kishte ndërtuar, po e kishte në Ballkan. Pra qëllimi kryesor i këtij kryeministri është një qëllim kundër stabilitetit të Ballkanit që Amerika ka. Është absurde. Ky zotëria e ka kuptuar që me Amerikën e patriotëve ky nuk bën dot dille. Çfarë bëri vëlla? Ky përfitoi vetëm nga një gjë. Deep State amerikan që u sulmua nga Trumpi në 29 nëntor të 2024-s kur u zgjodh president dhe u certifikua në 20 janar të 2025-s, Deep State amerikan u transferua në Bruxelles. Je dakord me shpenin? Okej. Pra të gjithë liberalët shkuan në Bashkimin Evropian. Po. Ky çfarë bën? Futet si lepuri në luftën mes elefantëve dhe kap prish edhe balancat midis Turqisë, Izraelit, Bashkimit Evropian edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ky mendon se është Trumpi, është aq idiot sa mendon se është Trumpi. Trumpi luan me AIPAC-un sepse Trumpi ka balls of steel. A kupton, është presidenti i gjithë botës perëndimore vëlla, ai mund të vendosë disa, kurse ti je presidenti i kurkundit. Dhe po sipati Trumpi kush do i ketë? Pikërisht pra. Trumpi bën një lojë të dy fisht midis AIPAC-ut dhe sulmit ndaj AIPAC-ut. Kjo është evidente për neve që merrem me gjeopolitik. Pra, ai me të vërtet deklaron që unë jam presidenti hebre i parë i Amerikës, po nga ana tjetër, të gjithë loja gjeostrategjike e tij është për të kufizuar Izraelin. Për mos ta lënë Izraelin që të bëhet ajo Izraeli i madh. Pra, Trumpi sot ka krijuar aleancën e shteteve muslimane më të madhe që është parë ndonjëherë. Pro-Amerikës. Jemi dakord këtu bashkë? Ky çfarë bën tash? Po jo, vazhdoja këtë se e kam dëgjuar kur e keni biseduar diçka të ngjashme me avokatin. Po. Me avokatin. Vazhdoja. Ky çfarë bën tash? Ky bën diçka. Futet midis Turqisë dhe Izraelit. Ti e di shumë mirë, po aq mirë sa unë që Izraeli dhe Turqia kanë disa marrëdhënie të ngurta me njëri tjetrin, apo jo? Po. Por ti e di po aq mirë sa unë që Turqia është një investitor shumë i madh në GDP-n e Shqipërisë, si në biznese, si në ushqim, si në industri e gjitha. Ka prishur raportin midis Shqipërisë dhe Turqisë për llogaritë e Izraelit, duke menduar që duke lobuar në lobin zionist, mund të shkonte dhe të lobonte edhe te Trumpi. Por ky nga që është mediokër dhe është idiot vëlla, është mediokër dhe idiot, nuk e di që gjeopolitika është e rënd. Është sport i rënd për lepurusha si puna e këtij. Dhe tani është gjendet mes gjigantëve. Amerika të sakrifikon për interesat e veta. Izraeli po ashtu, Turqia po ashtu, BE-ja po ashtu. Dhe tani na vjen me bish ndërshal duke ju drejtuar qytetarëve shqiptar
Shikoj, Europa neve nuk na pranon për integrim 2027, ashtu siç u premtova unë, sepse ne nuk kemi sigurinë ushqimore. A kupton? Gjithë parulla e këtij, po ta mbashmëntin 2025 ishte me Edin dhe PS-n, PS-ja ishte si thëmun ty një firmë te lajot e piktorëve, është në fund fare. PS-ja që është struktura e tij ishte e lënë zvetnuar komplet me Edin, sepse ky është parti njeri vlla. Ky e ka shkatruar Partinë Socialiste për të krijuar unin e vet. Me Edin dhe PS-n për në Europë. Këti ju dojq karta vlla, nuk ka më Europë për këtë. Sepse nuk ka se si të ketë Europë për një vend kaq të inkriminuar. Nuk ka se si të ketë Europë për një vend kaq të degeneruar ekonomikisht, në bujqësi e në shumë çka tjetër. Ktu kontrollojnë bandat vlla, kuptoni? Bandat vendosin dhe drejtorët e policisë. A kupton ça të merri është këtu? Policia që është kundër bandave emërohet nga po prap bandat. Vjedhja tenderave pa hesap. Bujqësia që është një nga 4 shtyllat e Bashkimit Evropian është për tokë. Pse është bujqësia për tokë? Bujqësia është për tokë, Tedi, sepse ti e di shumë mirë që të kesh bujqësi funksionale, duhet të kesh edhe toka funksionale, apo jo? Ne të gjithë jemi në DNI dhe të gjithë jemi viktima të 7501-shit famshëm, apo jo? Ligjit 7501-shit. Baballarët tanë ose gjyshrit tanë kanë pas toka trashëguara, po ja kanë marrë ata vendasit atje me anë të atij ligjit famkeq. Si do ta organizosh ti bujqësinë, po nuk pate kooperativa tokash, pra toka e Shpendit, e Tedit, e Edit, e Bulktit, e Mandit, e X-it, e Y-it, bashkohen bashk që të formohet që të krijohet një lloj kulture bujqësore. Lakra ose kastraveca ose ku di unë se ça, domata. Me 2000 metra katror tokë, ti nuk prodhon dot as lloj gjoje vlla. Mund të prodhosh vetëm për një treg shumë të vogël ose për vetë ushqyerje. Dhe vritesh nga importi me logjik. Tokat tona janë të helmuara sepse ky ka bërë parqet eolike. Po ta mbash mend që doli tani me Belinda Ballugun. Po parqet eolike që bëhen për panele diellore, ato e grimcat e tyre e shkatrojnë tokën, e bëjnë djerr. Ndërkohë është hapur edhe një bank me kapital digital hebre. A kupton? Në Shqipëri. Gjithë ky shpopullim vlla, që po ikin shqiptarët, është që kolonizatorët e rinj, ata që the ti, të janë hebrejnë, të krijojnë Izraelin e tyre në Ballkan, po pa luftë, se nuk u duhet me luftë si me Palestinën. Se u del boja. Dhe çfarë do të thotë? Do shkojnë në Berat. Do shikojnë gjithë fshatrat e Beratit janë totalisht të pabanuar vlla, sepse ka vetëm disa gjyshe dhe gjysher, të shkretet të abandonuar, që s'duan të ikin jashtë. Ata do vdesin një ditë se janë të përjetshëm. Këtë tokën e bëri me ligjin paketa maleve, e merr shteti prap, pra jemi kthyer në periudhën e kolektivizimit të tokave. Po nuk e deshet i tokën që të kalon gjyshi, po se përdoret i ta merr shteti. Që ky është ligj antiligjor vlla, ky është për Guantanamo, si mund të përdhosesh ti pronën time private, o shoku. Dhe ky e bën. Dhe vjen shqiptarët e duar trokasin vlla. A kupton? Bravo, na erdhi Edi në fshat. Të ma shpjegoti mua. Logjika qëndron, por unë do të zgjedh një qendrim pak më ndryshe, jo se nuk jam dakord me ty, po se nuk dua që të filloj debati si është plani i shpopullimit dhe kush do e ripopulloj Shqipërinë. Se po filloj ky debat e nxjerr. Unë dua të them njerëzve vetëm një gjë. Nuk do e kemi më atë dheun. Kaq, nuk do e kemi më. Shqipëria, ju kujtohet Shqipëria, ka filluar që nga koha e shpellave, vazhdoi Ilirët, Skënderbeu, Shpata, ju kujtohen? Po, nuk do jetë më. Nuk do jetë më atë dheu. Ta marrin hebrejt, bangladeshasit, rusët, kinezët, ta marrin kush dojnë, nuk ka rëndësi, nuk do e kemi më kurrë. Do na humbasi për gjithmonë. Dhe unë besoj, jo për ekstremizëm, po unë besoj që kur një populli i rrezikohet zhdukja e atë dheut, atëherë nga krau tjetër, paralelisht me këtë, i justifikohet çdo veprim që ndërmerr për ta shpëtuar. Dhe tani, ne sigurisht do ta tregojmë vetë, por ju lutem, le mos bijem dakord për agjendat, për mendimet, për gjërat, po atë paktën a bijem dakord që po shpopullohemi?
që janë fakte, bijem dakord. A bijem dakord që me këtë ritëm për disa 10 vjet, pra ne që jemi të rinj do ta shohim me sy. Unë do e shoh me sy. Ju të rinj që na ndiqni do e shihni me sy se si do e humbasim adheun. Do e shihni me sy si do përgjysmohet mërgata e do vazhdoj sepse do humbasi një adhe, do humbasi një identitet, do rrezikohet komplet raca shqiptare. Më kupton sepse është kryeqendra shqiptare. Rrezikohen trevat. Se çfarë do bëjnë pa një kryeqendër? Kush do pyesi më për të drejtat e shqiptarëve jo në Maqedoni, jo në Çambëri, ka mbaruar e punë fare, jo në po do shkrihet e gjitha. E kuptoni njerëz çfarë na rrezikohet? Jo, ta kuptojnë pak që po na zhduket, domethënë s'do kemi më një adhe, kaq. Këtë që thua ti po ta thot shpendi me dy gjëra. Unë kam qenë ndër të rrallët, për mos thënë vetmi që të jem modest, që unë jam drejtuar shqiptarëve të mi në diasporë dhe kam thonë ore do ngeleni pa varr. Po e mbaj mend atë. Prindrit tuaj vlla, që janë atje mami jot, babi jot, ti paç me jetë, po dhe gjyshrit, edhe gjithë vëllezërit tanë dhe motrat tona shqiptare që janë në Amerikë, me të vërtet kanë zgjedhur Amerikën për të vazhduar për të ndërtuar jetën e gjitha, po unë jam i bindur vlla që po ti pyesësh ata të brezit parë që kanë ikur në emigrim, ëndra e tyre më e madhe është që të vend të prehen kockat e tyre dhe trupi i tyre të mprehet në adhe, apo jo? Është e vërtet. Shkojnë Di dhe rastat. Te varri babës. Patjetër. Te varri babës, te varri no edhe unë di rasta. Ne nuk do kemi më tokë për të varrosur o Ted. Sepse do jetë tokë e Gjermanit, do jetë tokë e Hebreu, do jetë tokë e Spanjollit, do jetë tokë e Italianit. E ka blera i vlla, 1 euro metrin katror, paketa maleve. Edhe me drejtën e Zotit thot shikoj se unë ty o vlla nuk lë të varrosesh këtu, se kjo me të vërtet ka qenë toka jote, po me letra janë të mia tash. Dhe e dyta vlla, me këtë lloj politike që po ndiqet, nuk do ketë më Shqipëri vlla. Absolutisht. Ti e kupton të kalosh në blok kur të vish të takohemi në Shqipëri, do kalojmë në blok bashk në Tiranë dhe ti ke për të parë që ka 8 gjuhë të ndryshme. Ke turq, ke Filipinas, ke anglez, amerikan, italian, francez, gjerman, që flasin rrugëve. Sepse kanë ardhur vlla. Kanë ardhur të jetojnë ata, si shvemi ne të jetojmë në Gjermania, gjitha me radhë, pak rëndësi ka, nuk janë ata armiq tan. Por që të trajtohet i huaj më mirë se sa ne vendasit, kjo është e tmerrshme vlla. Unë nuk besoj se në Amerikë ka përparësi shpendi që vjen nga Anglia më shumë se sa Tedi që është me pasaportë amerikane. Nuk ma ha mendja që ka përparësi në Amerikë. Sepse ai kombi krijuar në letër prandaj mbajt aq fort. Sepse i ka dhënë përparësi atyre taksa paguesve të vet. Siç duhet të jetë. Nëse ti paguan X dollar taksa në muaj, ti e di vlla që largos do të mamaja jote, zonja të sëmuret, ti e di që ato takset e tua përkthehen në shërbim mjekësor, shërbim humanitare, bla 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 që ndodhet. Këtu neve paguajnë taksa kod vlla, se unë nuk e di për kë paguaj taksa. Unë paguaj taksa, ti paguan taksa në Shqipëri, miq tan paguajnë taksa dhe kuota për fëmijët jetim është 37.000 lekë të vjetra në muaj. Vlla, unë kam miq që kanë fëmijët jetim. I ka vdek baba, i ka vdek vajzë, i ka vdek nona. Ata marrin 37 dollar në muaj vlla. Më thuaj ti mua çfarë mund të bësh me 37 dollar në muaj një fëmijë jetim? Për kë paguaj taksa unë? Për Belindën? Për të bërë seksi Belinda që ishte si lop? Për kë paguaj taksa unë? Për Edi Ramën që të pi mall Edi Rama? Apo për Ilir Beqan apo për këta debilat e tjerë që ka ministra? Për kë u vran 4 veta në 21 janar o Tedi? Për Zengjinen? Për Belindën? Për mua? Për ty? Për kë u vranë vlla? Kjo është vlla im. Kjo është fatkeqësia e madhe që neve nuk po e kuptojmë dot si kombo vlla. Nuk di se çfarë të shpendë për këtë. Unë jam i zhgënjur nga kombi jon vlla. Ne kemi inat grekët, i kemi inat serbët për arsye historike, mbase kemi edhe drejt që kemi inat se na ka marrë toka e bla bla bla. Po ato janë kombe vlla. U qua në Serbi Beogradi e bllokoi Vučićin.
Në Greqi një herë në muaj ke protesta të dhunshme. Po këtu? Po ne ikin gjithë shokët, o vlla. Llogaritë që ne të dy duhet ishim këtu. Duhet ishe edhe ti këtu, vlla. Djalë i ri, student, potencial intelektual që duhet i shërbesh Shqipërisë apo jo? Po. Ti je në Amerikë shoku. Ti po shkollohesh atje, po ti do ta të gjithë të mirën tënde intelektuale do ta ofertosh ose do ta vendosësh në shërbim të shtetit amerikan me të drejtë. Po këtu kush ka ngelur valla? Kjo është vërtet që nuk e ka bërë as Perëndoria Osmane, nuk e kanë bërë as nuk po e bëjnë këtë sot. Asnjë pushtues nuk e ka bërë këtë. Dhe asnjë pushtues nuk do ta kishte bërë për më tepër. Se ai që të pushton për të zhvilluar pak, që të marrë një gjë vet. Kjo është shkatrim kështu, kjo është shkatrim nga të gjitha krahët. Kjo është shkatrim që dhe ata që kanë vjedhur do largohen në fund, sepse të thotë s'ka, s'ngeli me asgjë. U shpërbë gjithçka. U bë vend bandash, u bë anarki. Në një shoqëri që ecën Big Brotheri, shikohet Big Brotheri, dhe nuk shikohet një botim shkencor, nuk shikohet një podcast i cili janë dy çuna të rinj që po flasin, njërin në Shqipëri e tjetrin në Amerikë. Po shikohet në mas Big Brotheri, vlla. Tregon që nuk e di se ç'a nivel intelektual ka kjo lloj shoqërie dhe nuk e di se ç'a të shpende ty ç'a lloj niveli perversizmi, sepse që ti të shikosh 2 apo 20 veta apo 15 veta të mbyllur në një dhomë me kamera, është i lloj sikur të përgjosh një çift duke kryer marrëdhënie seksuale nga vrima Chelsea. Është perversion o vlla. Literalisht është perversion. Që ti të shikosh ç'a bëjnë ata të izoluar atje. Ndërkohë që nuk hapin një libër, ndërkohë që nuk din të drejtat e tyre, ndërkohë që nuk e kanë lexuar ndonjëherë kushtetutën, ndërkohë që nuk e kanë lexuar ndonjëherë ligjin vlla. Ore, kaq të pasur jemi neve sa të pagojmë 4 herë taksa për naftën. Llogaritë çik në Amerikë me ardhjen me aneksimin e naftës bruto bituminoze të Venezuelës në vlerën e 17 trilion dollarëve që ka bërë presidenti Trump, juve ditën tjetër ju është ulur në 5 vitet e fundit, është bërë nafta më e lirë në 5 vitet e fundit. 2.24 dollarë mos gabofsha, më korrigjo, për gallon. Tani galloni në dienit e mia është 3.89 litra apo jo? Gati 4 litra. Madje kam edhe një fotografi të çmimeve, po vazhdo se mbase mund ta gjej. Këtu Shqipëria, vend produs nafte, e kemi naftën 184 lek, që do të thot vlla 1.9 dollar litri. E të mërshme. Ose 2 dollar litri tani me dollarin që është 80 lek. 2 dollar litri në Shqipëri, 2 dollar 4 litra në Amerikë. Ma shpjego pak ti mua këtë vlla, qa standardi pas kemi neve. Ndërkohë që 100 lek, pra 1000 lek të vjetra, neve paguajnë taks për akcizën e naftës. Ma shpjegon do të lloj anomalie matematike vlla? Anomalie financiare? Para Venezuelas, mbase edhe një ditë pak të mirë, po fund ditës kjo është realiteti. Kjo ka qenë se ka atë më të lirën dhe më të shtrenjtën. Kjo është 2.42 dollar në sems. Mund ta verifikojnë ata që jetojnë këtu, mund të ketë lëviz pak sepse me kalimin e kohës, 2.42 dollar galloni. Galloni, flasim me njësit mazet të Amerikës. 4 litra. Dhe 3.89 dollar, 3.89 litra. Dhe është ja për shembull Glenn Stoiku, një djalë që jeton në Boston, Massachusetts, thot 2.8 e kemi neve në Massachusetts, thot 2.4 dollar në New Hampshire thoi Tedit lutem thot. Po ai e ka 2.4 atje, kjo është 2.42. Po e njëjta gjë pak a shumë. Po, është e vërtetë ajo që thot ai. Është e verifikuar. E kupton shpendin ç'a bëhet vlla? Amerika me një standard tjetër, Amerika që po punove, po ti je djalë punëtor ose vajzë punëtore, nuk ngelesh kurrë pa buke dhe kurrë pa prosperitet.
mjafton të kesh vullnet për të punu. Po ka E krijuar ka shumë mundësi. naftën shumë herë më të lirë se sa Shqipëria. Që një Amerikani ty për shembull, për të vajtur një punën tënde, po mos punoje aty në Michigan, po të punoje në një fabrik vlla, do duhet bëhet 200 km, 300 km ditë për ditë. Pra, ekuivalenti Tiranë, qa Tiranë më? Po. Vermosh Konispoli bie 350 km. Pra ti bën tër ditën sa është Shqipëria e gjatë, ti mund të shkosh në punë, e të kthesh. Dhe pagua më pak se sa neve, vlla. Po qamet më pak. Dhe përveç se paguaj më pak, nuk gënjehem për cilësinë e naftës, nuk është e përzierë nafta, nafta nuk më helmon ajrin, që të kem sëmundje respiratore të larta, dhe nafta nuk ma dëmton motorin e makinës. Siç bëhet në Shqipëri, sepse ajo kur përzihet dëmton motorin e makinës, ti harxhon lek për të rregulluar makinën, do shpenzos para për shkuar në spital, funditës të dëmtohet dhe shëndeti, edhe është dhe shumë e shtrenjtë, për më tepër. Për ta shtuar atë dozën e të vërtetës. Qa mund të bëjmë në një gjë, vlla? Qa mund të bëjmë në një gjë që mund t'i sensibilizojmë njerëzit? Doja të thoja diçka. Kjo është pyetja ime. Isha në një regjistrim me një person nga Kosova ditën e djeshme dhe po I thoja, pra ishim pak duke folur potencialisht për këto librat që Shqipëria dërgon, po dua të dal pak në një mendim të ri që kam. Abetarja është tjetër gjë. Po kur hym në klasa më të avancuar dhe në shkolla potencialisht shqipe këtu që fëmijët mësojnë historinë e Shqipërisë, unë besoj se ne nuk duhet të kërkojmë libra nga shteti shqiptar. Se shteti shqiptar ka dështuar të mbrojë çështjen e tij kombëtare brenda vendit. Si mund të kërkojmë ne edhe jashtë vendit? Pa të kërkojmë I keni shkatruar trut shqiptarëve brenda vendit me një histori falso, hajde na jepni edhe neve, në asnjë mënyrë. Dhe ndihma që do kërkohet, nëse ne sepse ne do t'i vazhdojmë këto mësime të shqipes tu, po jo vetëm ne. Në New York janë njerëz që po na ndjekin, kanë ata klasat e tyre, në Italinë, Gjermaninë, çdo vend të botës, duhet të kemi disa burime të cilat ne t'i besojmë dhe të dimë ku t'i marrim, sepse unë jam vetë rasti, pa unë e kam lexuar, e kam mësuar historinë e Shqipërisë në Shqipëri në shkolla shqiptare. Dhe është e tmerrshme po të ledosh ca gjëra të tjera, që të kesh pak mendim kritik, është skandal. Është domethënë edhe greku dhe serbit po t'i thuash hajde ma shkruaj, rrezik do t'i kishe shpërtuar në një gjë më tepër. Dhe ajo histori, nëse ne do ja kërkojmë shtetit për të na i dhënë, dhe t'ja u mësojmë edhe fëmijëve këtu, nuk do të ketë ndryshim në asnjë mënyrë, zero. Këto burime duhen gjetur, sepse ne kemi intelektual, ti të kam parë në disa bashkëpunime me atë profesorin në Itali, kemi disa persona të cilët janë vërtet të aftë. Unë jam i gatshëm sepse po na shkruajnë edhe këtu tek YouTube live, po na shkruajnë njerëz që jetojnë në Amerikë dhe thotë hajde këtu në Amerikë dhe takoj emigrantët. Unë jam i gatshëm vlla që të vinë në Amerikë dhe të sjell edhe profesor Alban Krajen, po të sjell edhe Mark Palnikaj, e gjitha me radhë pa pikë përfitimi për veta. Se unë këtë nuk e bëj për përfitim ekonomik vlla, për me kap pikë politike. Se pikët politike diku ti kap. Nuk më ka ngelur teza kombëtare për të bërë propagandë vlla. Unë kombin e ndjej vlla sepse e kam dhe amanet nga gjyshi, unë ta kam thënë ty. Do më ngresh mbi emrin. Unë thjesht du me bë diçka për kombin tim. Aj sa ka mundësi unë si mi lingon që jam, se unë nuk jam as me i zgjuari, nuk jam as me i dituri, nuk jam as me i forti. Unë jam thjesht i vdekatar si gjithë tjerët. Por ato materiale, ato lloj potenciali që unë kam në podcast, ja vendos në dispozicion komunitetit shqiptar në Amerikë vlla, se nuk është janë të mia të pronësia e imja. Intelektualizmi është pronësia e gjithëve. Nuk është vetëm e imja Mark Palnikaj apo Edvin Prifti apo Alban Kraja apo gjithë me radhë. Por do një organizim vlla. Do një organizim shumë të mirë. Që njerëzit mos vinë atje dhe të presin vetëm për të dëgjuar, po duhet bëhet një diskutim vlla. Të lexojnë libra. Komuniteti shqiptar në Amerikë, neve duhet na tërheqi pra, na marri, na i lehtësoj punët për të ardhur atje, sepse neve në Shqipëri nuk e kemi të kollajshme me shkri 5.000 euro për të ardhur në Amerikë vlla. Se ne me këto rroga jetojmë, a kupton shpenin? Ço do bëjmë para, do mbash
familjen, do pagush taksat, do pagush makinën, do pagush kredi. Kaq kemi neve vlla. Neve dhe rroga nuk na vjen në rregull në fund të muajit. Më kupton logjikën? Jo, patjetër. Minimumit mundshëm është bëni një organizim juve që jeni atje, krijoni një fond sa për të paguar hotelin dhe ardhjen, që neve t'i sjellim intelektualet tanë atje, sepse intelektualet tanë janë të varfër vlla. Nuk janë si Ne që personi, nuk janë kemi intelektualët dhe patriotët, i kemi gjithmonë të varfër dhe i kemi të vuajtur, sepse ky është formula që është ndërtuar atje. Po Mark Palnika i shkretësh me tre bypasse në zemër, o vlla. Vete në Vatikan me shpenzimet e veta, i paguan letrat e Vatikanit me shpenzimet e veta. Nuk ja paguan shteti. Unë jam me shpenzimet e mia këtu, çam bëjnë donacione njerëzit në për IBAN-e, çam dërgojnë këtu në YouTube lek që unë baj veten time. Neve nuk na do njeriu vlla, se ne jemi të rrezikshëm për këtë lloj status quo politike në Shqipëri, sepse ne jemi të rrezikshëm vetëm se mendojmë. A kupton, nuk duhet mendosh në Shqipëri. Kjo është gjë më e rëndësishme që mund të bësh në fundit. Ne mendojmë vlla. Më kupton shpenin? Neve mendojmë, ne themi jo, nuk shkon kjo këtu. Domethënë njerëzit çuditen me mua kur unë them duhet vendosim një ligj të tillë që të jemi të gjithë barabart para ligjit. Po ti je idiot vlla, nuk përfiton për veten ti? Se bëj për të përfituar, shoku, se unë tisha për të përfituar në 6 vjet një politike publike, do ta kisha bë dillin tim me Ramën, me Berishën, me X-in, me Y-in, do ta kisha marrë dhe unë vilën time, do ta kisha marrë dhe unë makinën e shtrenjtë, do ta kisha marrë dhe unë 10.000 euro rrogë në muaj. Do flisja për si Fevziu, do flisja për turizmin, do flisja për biznesin e suksesshëm në Amerikë e gjitha me radhë. Do më kishe lidhur me Çet Kastratin, do më kishe lidhur me Zamir Manen, do më kishin financuar këta dhe do thoje ti Gashi, sa i zoti është ky. Bravo i qoftë, gjithë u bëj pasur nga hiçi. Shiko, është Gashi është luftë për mbijetes vlla. Mark Palnika është luftë për mbijetes, Alban Kraja është luftë për mbijetes. Edvin Prifti është luftë për mbijetes. Kardiokirurgu më i mirë në Shqipëri, nivel shkencëtar botror, e kanë ndjekur e penalizojnë me gjyqe. Pse ka folur kundër Covidit, edhe kundër vaksinave, a kuptoni? Ndërkohë që Amerika sot, më fal, doli zyrtarisht nga OBSH-ja. Po për ndiqet burri huaj, o vllai, thot ku i keti lekët? Pse i keti këto lek? Tani kardiokirurg, ma shpjegoj çik të mua, një kardiokirurg që ta heq zemrën, ta operon dhe të vendosi zemër robotike dhe ti akoma gjallë që të rekuperoj ty jetën. Dhe ti thua ku i gjenti 1 milion euro, po si pati 1 milion euro që të operon zemrën, kush do t'i ketë mërë, debil? Ma thujti mo. Ja kom konfisku pasurin shkencëtarit, o vlla. Edvinit, vllai ton Edvin Priftit, ja kanë konfisku pasurin. Ja kanë nxi jetën në përgjigje. Shiko, a kupton ç'a bëhet këtu për ndiqet vllai, gjuetia e shtrigave. Për të qenë efektiv. E para për këtë të fundit tani do të flasim edhe po e them këtu që do të flasim në mënyrë që edhe përgjigjen që do të përcaktojmë së bashku do ja japim edhe njerëzve. Për të qenë transparent dhe jo vetëm për ta kthyer këto si populizëm, po vërtet si një tentativë reale për të bërë një ndryshim. Dhe kjo do të ndodhi, por do na duhet të flasim për këtë, se tani edhe unë nuk mund të premtoj gjëra kot. Por bëhet. Të kthehemi për t'i vënë edhe një kapak kësaj punës së Ramës. Ne si popull shqetësohemi shumë për gjëra që nuk kanë vlerë, nuk e kuptoj pse shqetësohemi kaq shumë për gjëra që nuk kanë vlerë, domethënë. Ne krijon plas një skandal në Spanjë, bëhet kryelajm në Shqipëri dhe fillon debati në Shqipëri. Pse ku dëgjon mbreti i Spanjës shkoi me nuk e di, s'ka rëndësi. Për mos ta zhvilluar imagjinatën këtu. Vlla, këto janë skandale që ne nuk duhet merremi. Ka turp më të madh se sa prajmet shqiptare dje janë hapur me iden çka ka ngrënë Ivanka Trump. Interesant. A kupton ti me çfarë mediokriteti merren këtu valla? Për zotin e madh,
çfarë ka ngrënë, çfarë menuje ka ngrënë Ivanka Trump ja bënte Blend Fevziu. E bënte çështje çka ka ngrënë Ivanka. A kupton diçka? Këta të fyjnë inteligjencën, o Tedi, këta të bëjnë që të kesh turp ti shqiptar. E kupton ç'a lloj servilizmi, më, ç'a hëngri Ivanka? Kush është Ivanka, më? Ivanka është vajza e një presidenti siç ka pasur çdo president djalë edhe vajzë burr. Po, Ç'e ka kjo? absolutisht. Duhet mos të Ç'a lejmë, hëngri Ivanka? duhet mos të lejmë veten që të shpërqendrohemi jo vetëm nga ç'a hëngri Ivanka, por edhe nga tema më të gjëra, mos shpërqendrohemi, mos na heqin nga e vërteta dhe ajo që na atakon, sepse kjo është edhe në një farë mënyrë është edhe strategjike që imponohet, për arsye se njerëzit fillojnë hyn në analiza dhe në mendime dhe fillon të bëhet një overthinking për gjërat e cila krijon një barrierë veprimi dhe në fund nuk ka asnjëherë veprim, se po ta bëjmë ne këtë, po ç'a do ndodhi po ta bëjmë ne këtë. Edhe gjithmonë përfundohet duke ju përulur Ramës. Kjo është rezultati se ç'a bëhet, domethënë. Po të bëhet ne këtë, mund ndodhi ajo, kështu që hajde lëm këtë. Këtë bëjmë ne. Kjo është skandaloze, kjo është e tmerrshme. Unë e kam thënë dhe është shumë e vlerë dhe e besoj shumë. Sigur edhe Rama kam thënë të rrëzohet dhe të vi prapë Rama, thjesht një muaj më vonë, është e vlefshme. Vetëm për të rrëzuar mitin. Po. Më kupton? Po, Pra nuk po bëj krahasimin me asnjë opozitar. Jo, vetë Rama, vetë të vi prapë Rama, prapë Blen. Këtë do të kuptoj populli. Që ti rrëzohen pak ato barrierat, jo po ç'a do ndodhi, jo po do destabilizoj, jo, qetësoni njerëz. Po humbasim atë ç'a do ndodhi? Ju s'ka ç'a ndodhi më shumë. Vi në një meteor të shkatërrojë gjithë tokën. Kjo mund të ndodhi më keq. Ne po humbasim atë shtëpinë tonë. Më keq se kaq unë s'di. Po të na vrasin gjithëve sot, këtë dëgjon, ndodhi në një kështu, në një post sikur. Por kjo është çështja, pra mos mendojmë me post sikurat, të mendojmë me realitetin që vjen ai dhe të vjedh para syve. Kjo është. Ai të vjedh para syve, s'ka post sikura këtu. Thot, vodha, mirupafshim se këtu në Shqipëri vjedha është bërë hapur, është bërë edhe kriter. Më kupton? O zvidh këtë tip, çe ke butalla. Kjo po ndodh. Kjo është para syve. Po humbasim atë njerëz të dashur shqiptar të Kosovës, Dardan, të Malsisë, të Sanxhakut, Iliridës, Çamërisë, të Shqipërisë, po humbasim kryeqendrën shqiptare njerëz. Thritini vetes. Po humbasim dhe nuk kthehet më. Ato parat mbase sekuestrohen. Kjo nuk kthehet më. Nuk ka për të kthyer më kurrë. Ka kombe që sot popull që nuk e kanë atë. Ne i kemi dy. Njërin prej tyre po e humbasim momentalisht. Tani ju e dini. Ne e dim në fund ditës. Është mbi shpatullat tona. Edhe ai risku i destabilizimit është ka vajtur në një pikë ku nuk ka më as menaxhim risku, sepse nuk ka ku të vej më keq me çfarë po shohim, me çfarë po ndodh. Dhe së shpejti fundi do të vi dhe ky shkatrim ja do ta shohim me sy. Pa nuk keni pak frikë, pa më shumë frikë keni nga çfarë mund të ndodhi po të rrezohet stabiliteti i Ramës, apo keni më shumë frikë nga që do shikoni me sy ju të rinj në jetën tuaj mungesën e Shqipërisë. Do ju thonë, Shqipëria, Albania ka qenë një herë. Kush është më e frikshme nga këto dyja? Dhe madje do të lexoj edhe një pyetje që kam marrë në Instagram, po nuk e lexova ditën që na erdhi. Gjatë kohës që unë e gjej, ti mund thuash diçka, po unë e gjej shpejt. Ta ka bërë ty pyetjen ky djali, është një ndjekës i yti. Ka vetëm po është dhe miku im. Unë e kam thënë në këtu në podcast që neve do përfundojmë si kurdët. Ne kemi përfunduar si kurdët vlla, komb pa shtet. Sepse kombi jon shteti jon është i kolonizuar. Unë jam i bindur vlla si buka që ha, që këtu janë të gjithë i thtar, politikanët tanë janë i thtar të tezave të Vasil Çubrilović vlla. Si të vrasim shqiptarët, kanë 116 vjet që si t'i vrasin shqiptarët vlla. Dhe vrasja nuk është vetëm me thika, me plumba, me gjitha. Kjo është vrasja. Ka më shumë shqiptarë në Turqi se sa këtu. Ka më shumë shqiptarë në Amerikë se sa këtu vlla. Ka më shumë shqiptarë në Gjermani se sa këtu. Ka shumë shqiptarë në Francë se sa këtu. Jemi 25 milion, neve kemi ngelur 1.6 mrena kombit, mrena shtetit. Sepse këtu ne trajtojmë si të huaj. Me fjalë të tjera është më racionale për armiqt të na lënë me Edi Ramën dhe kështu si qeverin sa të hymë në luftë. Po. Është më efikase. Po, është generali tyre Edi Rama vlla.
Pyetja është, Generali tyre, Edi Rama generali tyre. Mos vall- Siç ka thënë Gjergj Fishta. mos vallë shqiptarët nuk Shqipëria është siç e protestojnë. don armiku. Po, pikërisht. Mos valla shqiptarët nuk protestojnë pasi kanë frikë njerëzore dhe kanë harruar frikën hynore, duke humbur ndërgjegjen se problemi personal është edhe kolektiv në një shoqëri. E rifrazuar është çështja që është çështja që mendojmë shumë afatshkurtër. Kemi frikë diçka shumë afatshkurtër, shumë të prekshme, shumë konkrete dhe kemi harruar ato frikat, qofsh nga ajo që mund të ndodhi hynërisht në anën hynore që ka shprehur ky djali, ose në afat gjatë, po e them unë, për ata që ndajnë ide dhe teori të ndryshme në kokën e tyre. Pra, po ndërtojmë vetë fundin ton. Ne po ndërtojmë vetë fundin ton dhe njerëz, me që ishte edhe tema e sotme, hiqni syt nga Amerika, ktheni syt nga vetja. Më dëgjoni mua. Unë jam në Amerikë. Hiqni syt nga Amerika. Shkoni syt nga vetja juaj. Leni Amerika është shumë mirë. Jeni të qetësuar për Amerikën. Ju a deklaroj unë, Amerika është mirë. Amerika nuk po vdes për bukë. Edhe nëse ju a thonë këtë gjë. Siç ju a kanë thënë në kohën e Enverit. Amerika nuk po vdes për bukë. Nga Gjermania po largohen njerëz. Jo njerëz dashur. Gjermania është shumë mirë. Shqipëria nuk është mirë. Mos i dëgjoni këto. Se i dëgjojmë nga kryeministri. Thotë gjen një rast unika, një rast që dikush nga Shqipëria ndihmon dikë jashtë edhe e thotë rastin. Propaganda e Enver Hoxhës. I vendet e botës, Gjermania, Amerika janë shumë mirë, kanë ca probleme të tyre, po ju asigurojmë që janë shumë mirë se sa Shqipëria. Kjo është e sigurt. Kemi ardhur drejt fundit. Po ta jap ty Kemi topin. ardhur drejt fundit, po ka vetëm diçka. Amerika është mirë sepse duan amerikanët jetë mirë. Këtë nuk kuptojnë njerëzit vëlla. Gjermania është mirë sepse duan gjermanët jenë mirë. Mua nuk më hiqet nga mendja pasazhi që un kam parë gjatë votimit në Amerikë, sepse i kam ndjekur zgjedhjet në Amerikë. Ku shkoi komuniteti i amishve për të votuar, që kanë 180 vjet, 200 vjet që nuk prekin vot me dorë vëlla. Dhe justifikimi tyre për të dalë të gjithë si komunitet është: ne do mbrojmë konservatorizmin amerikan. Ne nuk kemi për të lënë liberalët ta bëjnë qenin mace dhe macen qen se u do qefi këtyre. Dhe neve do vemi t'i ndëshkojmë. Nuk e bën për Trumpin ata, sepse ata nesër mund të jenë votues kundër Trumpit. Ata e bën për Amerikën vëlla. Kurse këtu dalin njerëzit për Edi Ramën dhe Sali Berishën, jo për Shqipërinë. Është e tmerrshme vëlla. Kjo është, nuk e di çfarë tragjedie mund të jetë në mitologjinë antike. Pelazgjane, s'po e quaj greke, se për aq kohë sa e ka pezulluar mitologjinë greke Harvardi, s'po e quaj as unë mitologji greke se është fars. Po mitologji antike. Nuk e di te cila nga tragjedit mund të futet kjo lloj gjoje vëlla. Ç'a kompleksi është. Ta urresh vendin tënd siç e urrejnë shqiptarët Shqipërinë vëlla, është e tmerrshme. Të vinë njerëzit të thonë, do t'ja japim votën Tedit se e kemi mik. Tedi mund të jetë një kogra debilit, një debil, një idiot, funksional, një qen i partisë, po ti thua, e kemi njeriu tonë këtë, t'ja japim votën. Jo mërë jo, unë se jap as babës votën në shoku. As babës nuk ja votën qofse e shoh që baba im po ja fut kot. Vota ime është e shenjtë o vëlla. Vota ime nuk ka qenë kurrë një lloj. Të betohet shpendi apo ta them një sekret. Vota ime që kur kam qenë 18 vjeç, sot që jam 33 vjeç, nuk ka qenë kurrë një lloj vëlla. Sepse vota ime është në bazë të konditave historike që ndodhet në Shqipëria. Nuk e hapun votën për tifozlikët, se ajo është e drejta ime qytetare për të votuar, është e drejta ajo vëlla, është e drejtë që kanë luftuar njerëzit për atë drejtë. Si mund ta shesun për 5 aspra? Në Amerikë nuk shitet vota vëlla, nuk guxon doti në Amerikë ti thuash për kë do votosh njeriu, se të shau. Qa duhet i me votën time, është e fshet. Kurse këtu bëhet pazar. Do ja jap gashit se është flet bukur ai është. Do më thënë, ta japun ty votën se flet bukur. A kupton ti qa bëhet? Po mire, bën një gjë tjetër bukur ky, mirë që flet. Po punën e bën bukur ky. Edhe kjo puna e votës për miqtë dhe për vëllezërit, këta duhet të kuptojnë diçka që nëse i duan vëllezërit e tyre,
atëherë nuk duhet t'i ndihmojnë në gabimin që po bëjnë. Nëse un kam një mik që e dua fort, kur ai po gabon, jo më që nuk i jap votën, po i them, "Ore, po gabon vlla." Pra njeriu do atë që e sugjeron për të mirë. Këta as njerëz të tyre nuk duan që bëjnë këtë gjë. Që ta dini ju që na dëgjoni, nëse vjen një miku juaj dhe ju a kërkon këtë gjë, po ja plotësuat, do thotë që nuk e doni atë mik. Po qëndroni besnik, nuk ja bëni këtë gjë. Se fund ditës ja bëni vetes, nuk ose po ja bëjmë Amerikës, e kupton? Që kemi syt nga Amerika. Vetes sonë ja bëjmë. Familjes tuaj, po aty miku tuaj, edhe fund ditës individit edhe shpirtit tuaj. Tani do bësh një mbyllje siç e bëre hyrjen, se hyrja më pëlqeu. Do ta bëj një mbyllje shumë të thjeshtë dhe shumë efikase vëlla. A do me e bë armik një shqiptar? Thuaj të vërtetën. Në qoftë se ti thua të vërtetën një shqiptari, ti je armiku i ti je hasmi më i madh. Unë kam 6 vjet që e vuajn kurriz vëlla. Duke i thënë shqiptarëve jeni kafsh, po ju përdorin ky sham popullin shqiptar. Duke i thënë juve po glorifikoni një princ feudal si Skënderbeu që s'ka lidhje me kombin, ti je kundër kombit. Po ku ka pas kombe më debil? Kur ka pas kombe në shekullin e 15? Kur është krijuar kombi? Kombi është krijuar në shekullin e 19, si pas ka qenë hero kombëtar në shekullin e 15 ai në kohën e perandorive, që s'ka pas kombe fare, ka pas vetëm etni mrena një perandorie. Prap Gashi është i UDB-s të shanë Skënderbeun. Gashi i sjell studius të arkivave të Vatikanit për Skënderbeun, që flet për Skënderbeun, tani Gashi na doli patriot. Këta nuk di se ç'a duan vëlla. Janë shumë interesante ato arkivat. Për diplomacinë që ajo çka them unë është po të vazhdojmë të flasim vëlla, sepse një gjë nuk e ka ndaluar as komunizmi, mendimin. Ta ndaloni shprehjen e mendimit është gjë tjetër. Po që të mendoj se Enver Hoxha ishte një bastard, nuk të hyri dot asigurimi i shtetit. Mjafton ta kishe te ky katrori këtu, te ky rrethori, te kjo sfera këtu ta kishe mrena vetes. Kështu që unë i drejtojmë gjithë vëllezërve dhe motrave tona shqiptare kudo që janë nëpër botë, jo vetëm në Amerikë. Filloni të mendoni për familjet tuaja dhe për shtetin tuaj, sepse jemi në ditët më të errta të historisë. Nuk na ka bërë komunizmi çfarë na e ka bërë i lindja. Na ka sjell të gjithë debilat në pushtet, të cilët janë hajna dhe hajdut me çizme. Po ju vrasin fëmijët, po ju vrasin juve dhe do ju lëm pa varr. Nuk do varroseni dot në Shqipëri sepse do na dali pronar hebrej i tokës. Kjo ishte ajo çka kisha unë për t'ju thënë. Hajde të bashkohemi gjithë bashkë sa jemi në kohë, të krijojmë një front intelektual pa kokë. Thjesht jemi të gjithë që t'ju ushtrojmë presion, sepse është frika ajo që na mban neve kokulur. Sepse frika psikologjike që na kanë induktuar këtu te koka është mjeti i tyre dhe arma e tyre më e fortë. Në momentin që neve e tejkalojmë frikën, kemi për t'i parë që këta janë disa vdekatar mediokër të cilët janë vetë friksuar. Kjo është ajo që kisha unë për të thënë. Ju dua shumë të gjithëve dhe mos na i merrni për ters revoltën që kemi kundrejt jush, sepse është një revolt super e pastër dhe super e vërtet, nga që unë e jetoj këtë vend dhe më dhimbset ky vend. Nuk kam unë urrëtie për asnjë. Thjesht dua që me të dashuri nuk po mblidhet njeri, ndoshta duke ja plasur të vërtetat në fytyrë, do filloni të mendoni dhe të reflektoni që është koha për të vepruar, nuk është koha vetëm për të dëgjuar. Të gjithë flasin bukur, po kush punon bukur? Nuk kemi parë në një shqiptar që punon bukur deri më tash. Kemi pas vetëm nga këta bla bla bla. Ky ishte episodi për sot. Të gjithë juve njerëz të cilët po na ndiqni, mund të shkruani te ACTV në Facebook, por mund të shkruani edhe te ky numri që keni këtu poshtë 6980555554, apo edhe në info@truppodcast.media në email, na jepni informacione që keni juve për sa i përket a vjen dot Edi Rama në USA apo nuk vjen dot në USA. Sepse disa informacione janë që ky nuk e kalon dot Atlantikun, disa të tjerë thonë që ky e kalon dhe është shok me Ivanka Trumpin. Kush është e vërteta,
do ta zbulojmë të premten tjetër me një derivat kësaj teme. Sepse neve Ramës jemi mbledhur nga pas të gjithë për ta rrëzuar, sepse duhet bjeri patjetër Rama. Duhet të zhduket Rama, sepse pora e Rama bie dhe Berisha. Bie miti i unit. Bie dhe miti i Enver Hoxhës, që juve vetëm e keni rrëzuar bustin, po nuk rrëzuat filozofinë e tij. Ky është gabimi më i madh që kanë bërë paraardhësit tanë. Rrëzuat bustin dhe u mjaftuat me bustin. Në thelb duhet i vrar miti. Dhe na ngelin neve pasardhësve tuaj me vram mitin e këtyre përbinçave që na keni sjell në tavolinë, si Edi Rama, Sali Berisha apo në s'po dume e prishgohen në një politikan paçavure tjetër. Natën e mirë nga Tru Podcasti dhe nga ACTV-ja na ndiqnin çdo të premten, e kemi bashkëpunimin ton, dy shqiptar në dy anë të ndryshme të globit, për të ardhur më afër qytetarëve, motrave dhe vëllezërve tanë. Ju duam shumë dhe na shpërndani si në Facebook e ACTV-n, si në YouTube. Ted, mund t'i përshëndetësh e ti vlla? Patjetër, unë mbylljen ti e bëra, nuk do e bëj mbyllje me mbylljen, thjesht që çdo gjë që nuk është vegël në duart e popullit e bën popullin skllav të saj dhe gjërat janë në dorën tonë. Ju uroj mbrëmjen e mirë, ditën e mirë në çdo vend botës që na ndiqni, ju mërgjimtarë që jeni larguar për ato arsye që jeni larguar, për ato arsye duhet luftoni, që mos të ndodhin këta gjëra brezave në vijim. Ndaj njerëz të dashur, ne pavarësisht gjërave që ndodhin, unë do të qëndroj me atë mendimin tim të këtij flamuri këtu, se na e kanë lënë të parë dhe nuk kemi zgjidhje tjetër. Kur nuk ka zgjidhje tjetër, duhet të luftuar me çdo gjë që kemi, që kjo mos zhduket dhe kjo mos digjet. Ju uroj mbrëmjen e mirë dhe shpresoj të ketë sa më shpejt në rrjesim.